Erion Velia i vjon nga qelia para burgimit të Durrësit ku qëndron sulmet personale me gjufyese ndaj prokurorit të SPAK Olzdado që e hetoi, çoi në pranga dhe më pas në përballje me drejtësinë për 13 akuza që përfshin nga korrupsioni tek fshehja e pasurisë. Ishte prokurori i posaçëm që zbuloi në gjykat publikisht gjuhën e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, ndërsa lexoi në seancën e shqyrtimit me themel proces verbalin që përshkruan fyerje dhe sjelljen kundërshtuese të Veliajt, kur oficerët e policisë gjyqësore i dorëzuan në qelitë e paraburgimit aktet e dosjes hetimore. Më ke avortuar 2 herë gruan. Ku është prokurori Olzdado, që është më i pasuri aty? Ka marrë leje ndërtimin nga unë. S'kam për t'ja falur kurrë. Ku është ai pis? Oficerët e policisë gjyqësore kanë shkruar në proces verbal se Erion Veliaj ka ofenduar dhe kundërshtuar, por ish deputeti socialist Flaren Dreca, i cili këtë të martë u ligjërua si avokati kryebashkiakut krahas atij të përcaktuar nga gjykata, mbajti qëndrim ndryshe. Gjua e një personi i cili kërkon të drejtat e tij. Kjo është gjua e tij. Dhe siç e thash në gjykim, aktet nuk janë në dhomën ku priten, ku bëhen pritjet, por i kanë shkuar në qeli. Prokurori Altin Dumani reagoi menjëherë. Më i kujdesshëm kur përmend hetuesit e BKH, ata kanë shkuar për të ekzekutuar vendimin e gjykatës së posaçme. Mos improvizoni situata që nuk ekzistojnë. Ju flisim me hamendje dhe ne flasim me fakte. Në këtë seancë gjyqësore të vetmit të pandehur që u paraqitën para gjykatës ishin Elman Abule dhe Vladimir Xoza, ndërsa pjesa tjetër e shkelësve të ligjit nuk u paraqitën. Seanca tjetër u caktuar në datën 1 prill ora 9, ku do të vijojë me kërkesat e palëve.